Të dashur shqiptar, grekët nuk e kanë ditur që ilirët ishin helen. Unë kujtoja se grekët e dinin, por nga që unë e kam zbuluar, mendoja se grekët ishin më të zgjuar se unë. Jo, nuk e kanë ditur. Madje faktin që në fjalorin e Hezikios të Aleksandris ka qenë bra vëlla, dhe kjo është gjetur në mbishkrimet e gjetur në Elea, gjithashtu grekët nuk e kanë ditur. Kjo është botuar në Universitetin e Ohio's, ka mbetur aty, e pa përkthyer. E marr unë, e përkthej në gjuhën angleze. Dhe fakti që nuk është përkthyer është sepse nuk dihet se çfarë gjuhë është. Është kaq e vështirë kjo gjuhë. Është një helenishte e panjohur. Francezët e quanin gjuhë pellazge. Nuk dinin se si t'i shpjegonin disa fjalë. Mirë po, na del që pikërisht në Elis është gjetur fjala bra, vëlla. Ndërsa grekët thonë që ky është në fjalorin e Hezikiosit të Aleksandris. Kjo është gjuhë ilire, jo greke, thonë grekët. Kjo është gjuhë barbare. Një betohem. Pra grekët nuk e kanë ditur kur që ilirët ishin helen. Absolutisht fare, se kishin iden. A tani ç'a ndodh? Në këtë tekst që gjeta unë, është një fjalë që duket sikur është në numrin shumës, beneoi. Grekët e përkthejnë banorët e Eleas, sepse kjo fjalë nuk është në greqisht, beneoi, nuk ekziston. Na del që kjo është folje. Në vetën e tretë. Është një folje e përdorur në fjali kushtore. Në ilirisht, dialektin e Eleas. Në mesenja, në greqi. Është gjetur pranë malit të Olimpit, atje ku janë bërë për herë të parë lojrat olimpike. Prandaj quhen lojrat olimpike, janë organizuar në Elis. Quhen lojra ilire. Ju betohen. Emri Iliria është përhapur nga lojrat olimpike. Kjo që ka ndodhur e ka përcen imagjinatën njerëzore. Pra, beneoi nuk do thot banor, nuk do thot elean, banori Eleas, po do thot ai që bën dashuri. Ju betohem. Shikoni vetë sepse kjo është e pamundur të kuptohet. Kjo është për te imagjinatës njerëzore helene. Grekët këtë se kuptuan. Amerikanët këtë se kuptuan. Askush se ka kuptuar. Pra këtë zbulimin e bëra dje, e pranova që Elean do të thot beneoi, banorët, pastaj fillova të shikoj që kjo është përdorur si folje dhe jo si emër. Të dashur shqiptarë, kjo që ka ndodhur është e frikshme, sepse fjala beneoi nuk ka kuptimin banor i Eleas, por ka kuptimin në fjalit kushtore, nëse ti bën dashuri, është një fjalë vulgare. Në gjuhën e lashtë helene kjo ishte vineo, por në ilirisht kjo shqiptoheshte bineo. B-ja është bërë v në greqisht. Dhe çdo grek e di që vineo do thot të bësh dashuri. Ju betohem, pyetni çdo grek, do thot, të bësh dashuri. Kjo është gjetur në tekstin një autori nga Elea me kuptimin të bësh dashuri. Madje e përdor në mënyrë komike. Pra, ky është një citim nga ky autor i lashtë, vepra të cilit ka humbur, por ai shkruante në dialektin e Eleas dhe kjo është shpjeguar në greqisht pastaj më vonë nga grekët. Dhe këtu u kuptua që fjala beneoi ka kuptimin me bë dashuri. Tani në gjuhën e lashtë helene ka qenë bino dhe jo beneoi. Prandaj grekët se kuptonin mirë se ç'ishte kjo fjalë. Për më tepër b-ja u bë v në helenisht dhe jo b, siç është në ilirisht dhe në dialektin e Eleas. Unë i lutem inteligjencës kompjuterike ta përkthej dhe ajo e përkthej gabim. Më është dashur ta korrigjoj më vonë.
Përkthimi i mirë është ky, i korrigjuar. Nëse ai është një thereos, do me thënë i dërguar i shenjtë, por nëse krye një akt të pist në tempull, le të flijoj si një dem ashtu edhe një dhë të përsosur, dhe thereosi, i dërguar i shenjtë, le ta bëj këtë në të njëjtën mënyrë. Por nëse dikush gjykon në kundërshtim me atë që është shkruar, le të jetë i paplotësuar ose pa përfundim, do me thënë flija e tij dhe e pa drejtë. Por urdhëresa publike le të jetë e vlefshme dhe e drejtë. Dhe çfarëdo që shkruesi e konsideron më të mirë për ta pasur para Perëndis ose Zeusit, le ta shpallë dhe të zbatoj me këshillën e 500 vetave dhe të damos popullin që gjykon në një kuvent të plotë. Le të gjykoj një herë të tretë nëse ndodh një zbatim ose shpallje, do më thënë shkelje. Ky është përkthimi i bërë nga unë. Tani, filmi që bëra unë ka shkaktuar një bujë shumë të madhe në rrethet shkencore. Kur them rrethet shkencore, janë 3 veta që kanë reaguar dhe ky është një numër shumë i lartë. Bëhet fjalë për shkencëtar, jo njerëz të rëndomt, të zakonshëm. Dhe ata vinë nga Akademia Franceze. Përkthimi i tyre është pak a shumë i ngjashëm. Nëse një thereos i dërguar i shenjtë do të ishte përgjegjës, por nëse personi i përmendur më parë do të kryente marrëdhënie dashurore në tempull, ai do të ndëshkohej me sakrificën e një gjedhi dhe me një pastrim të përsosur, dhe i dërguari i shenjtë, do të thënë, do të ishte përgjegjës për të njëjtën gjë. Dhe nëse dikush gjykon në kundërshtim me shkrimin, gjykimi le të jetë i paefektshëm. Vendimi i popullit që jep gjykimin do të jetë i vlefshëm. Dhe nga shkrimet, çfarëdo që duket më e bukur në sytë e Perëndis, do të thënë Zeusit, le ta ndryshoj atë duke fshirë ose futur vetëm me miratimin e plotë të këshillit të 500-ve dhe të gjithë asamblesë së popullit. Mund të bëhen ndryshime 3 herë duke shtuar ose hequr diçka. Pra, përkthimi i tyre është çik më i mirë se imi, por edhe unë, edhe të 3 francezët, kemi kuptuar që bëhet fjalë për foljen vineo, që do të thotë bëj dashuri, që në ilirisht ka qenë beneo. Pra në ilirisht kjo nuk ndryshoi sepse gjuha ilire vdiq të dashur shqiptar, nuk u bë gjuhë shqipe. Pra nuk është kuptimi banor, siç kujtojnë autorët e Wikipedias, dhe nuk është faji i tyre, megjithëse ata janë grek, janë konsultuar me autor grek, kjo nuk është në greqisht, beneoi. Do të thënë, në qoftë se ti bën dashuri, fjalë për fjalë, është ruajtur mënyra kushtore në këtë folje, që nuk ekziston pra në gjuhën helene të sotme. Pra, autorët francezë quajnë këtë gjuhë pellazge sepse nuk kuptohej nga grekët. Homeri e quan gjuhë pellazge sepse nuk kuptohej nga helenët kjo gjuhë. Gjuha e Elis. Aty ku janë bërë lojrat olimpike, pranë malit të Olimpit. Madje vetë mali i Olimpit nuk shpjegohet në greqisht, nuk e din se si ta shpjegojnë. Mund ta gjejmë më vonë, duke bërë krahasime të bukura me dialektet e tjera helene. Në Hellat dhe në Iliri janë zbuluar shkrime të gjetura në Varre, në tempuj, si ky që pat tani, 25 dialekte të ndryshme, ishin kaq të ndryshme, e kam thënë në të gjithë filmat e mi, sa që grekët nuk i kuptonin këto dialekte, madje grekët nuk kuptonin as Iliadën dhe as Odiseën, dhe çdo shqiptar që thotë që ka lexuar Iliadën dhe Odiseën dhe ka kuptuar, nuk thotë të vërtetën, sepse 5000 fjalë të Homerit edhe sot të kësaj dite nuk dihet se çfarë kuptimi kanë, nga grekët vetë. Tekstet e gjetura në Hellad, në Elis, qyteti i Ilirëve, pra nga doli dialekti i Ilirëve, ky qytet, Elis, emri të cilit vjen nga fjala vjel, në ilirisht, si në shqip. Ka një folje, beneo, do thotë të bësh dashuri. Të dhunosh një femër, fjalë për fjalë. Pra, në tempull nuk mund të bësh dashuri, siç e shikoni, njerëzit ishin shumë fetar, doli ajo që them unë, që shkrimet e gjetura në tempuj janë shkrime fetare dhe para fesë kristiane ka qenë feja pagane, shumë e ashpër, që nuk lejonte të bëje mëkate.
E shikoni sa bukur. Nuk lejohet bësh dashuri në tempull, edhe sikur ti je shprift, i dërguar i shenjtë. Ky është teksti që ju ndalon priftërinjve të bëjnë dashuri në tempull. E pa besueshme. Ky duket si tekst kristian, por është krijuar në shekullin e 6 para erës sonë. Gjuha ilire vdiq, nuk ekziston më. Gjuha shqipe nuk është gjuhë ilire, kjo është gjuhë greke e pastër, por një dialekt kaq i çuditshëm saqë grekët se kuptojnë dot që fjala beneo është varianti i helenishtes vineo, bëj dashuri. Nuk i shkon ndërmend kujt asnjë greku në botë, që kjo është folje e përdorur në mënyrën kushtore në ilirisht, që ishte një gjuhë helene siç e pat vet. Pra beneoi përfundimisht nuk do të thot banor elean, po do të thot nëse ti bën dashuri. Fjalë për fjalë, do ndëshkohesh në tempull, edhe sikur ti je njeri i shenjtë. Do gjykohesh nga 500 veta, nga këshilli Bauleja e Eleas, këshilli i pleqve, demokratik do të ndëshkonte ty edhe po ti ishe njeri i shenjtë, nëse bën dashuri në tempull. E qa bën bashkiakët shqiptar? E kanë kthyer bashkinë në hotel. Dhe regjistrohen, shkojnë dhe në burg, turpi botës. Një elean, një ilir helen, kishte më shumë karakter se sa një krye bashkiak shqiptar. Të shekullit të 21. Kaq të ndyrë janë bërë shqiptarët. Ua kalon një njeri i hershëm, Iliro Helen, që nuk është gjyshi ynë. Pra fjala bra, vëlla, është gjetur pikërisht në dialektin e Eleas. Grekët nuk e dinin. Unë kujtoj se e dinin jo. Dhe grekët nuk dinin ta përkthenin këtë tekst, sepse nuk është në greqisht. Është në një dialekt që ata se kuptojnë. Është bërë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike e cila krahason mira tekste brenda disa sekondash dhe t'jep një kuptim nga konteksti. Kjo është e frikshme që kompjuteri është bërë më i zoti se sa njeriu. Po të mos ishte inteligjenca kompjuterike, nuk do e kishim mësuar kur që ilirishtja është dialekti helen i qytetit Elis. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ky është film shumë tronditës. Nuk lejohet të bësh dashuri në bashki more shqiptar, ashtu siç nuk lejohet të bësh dashuri në tempull. Të në asnjë institucion shtetëror nuk lejohet të bësh dashuri. Kjo vlen edhe për kryeministrin.